Përshëndetje Keca, nga sot unë do të ndaj me ju të gjitha sekretet e mia të bukurisë. Sot do mësojmë që si të instalojmë bashkë një pisht fake. Duke qenë se unë kam pasur gjithmonë probleme me flokët, duke qenë se kam eksperimentuar që në moshë shumë të vogël, mos e bëni, mos e prisni flokët, do t'i doni shumë kur të rriteni pak më shumë. Unë kam zbuluar mënyra të ndryshme se si t'i bëj të duken bukur. Duke qenë se unë jam e fiksuar me flokët dhe dua të kem flokë të gjata, të dendur dhe të bukur. Kam mësuar se si të bëj extensionet, si të stiloj extensionet sintetik apo extensionet natyral. Sot do bëjmë një bisht, duke qenë se bishti është sintetik, do keni gjithmonë probleme për ta krehur, sepse duke qenë se është plastik dhe jo flokë për i vërtetë, është lloj flokut që ngatërohet shumë kollaj, ndryshe nga floku natyral. Këtu është flok natyral, siç e shihni, furça kalon shumë kollaj. Këto do mësojmë të stilojmë një ditë tjetër. Sot do mësojmë se si të stilojmë bishtin hap pas hapi. Si fillim, siç e shikoni, unë kam vënë flokët në një topuz. Unë kam kuptuar që mënyra më e thjeshtë për mua është që t'i vë në topuz dhe pastaj të instaloj flokun. Duhet të rregulloni formën e kokës. Mua duke qenë se mendoj që nuk më shkon floku i ndarë në mes, i kam bërë të gjitha njësoj dhe kam vënë topuzin. Sa më i vogël të jetë topuzi, aq më e thjeshtë do jetë që të mos duket shumë pjesa mbrapa e bishtit. Pastaj, të gjithë bishtat zakonisht vinë me një kapsë të vogël nga mbrapa, si bishti këtu. Kapsën e vogël do ta instaloni në qendër të topuzit që keni bërë nga mbrapa dhe me dy lidhset që ka anash do ta lidhni rreth e qark topuzit kështu. Pasi të keni mbaruar me lidhjen e topuzit, do merrni një fije nga njëra anë e flokut që mendoni ju që është më mirë. Unë e mora nga ana e majt. Unë e mora nga ana e majt, sepse mendoja që ishte pak më e ngritur, dhe do ta rrotulloni rreth topuzit që të keni një seamless ponytail, as they call it. Në fund fare do të siguroni me një karfic. Kështu. Pastaj do ta shihni vetë nëse keni diçka që nuk ju pëlqen tek bishti juaj, mund ta rregulloni me karfica ose me pak hairspray. And there you have it. Bishti juaj është gati. Nëse ndoqi këtë video deri në fund, mos harro të bësh subscribe dhe shihemi në videot e tjera për më shumë sekrete.